Shikues të dashur, mirë se erdhët edhe sonte pranë ekranave të PIS TV-s, në vazhdën e takimeve dhe të trajtimeve të cilat po a bëjmë bashkë me të ftuarit tanë, temave jetike të rëndësishme me të cilat ballafaqohemi ne si individ dhe si shoqëri. E sonte kemi një temë shumë të rëndësishme dhe njëkohësisht një temë rreth së cilës jo rrallëherë dihet të bëhet edhe paragjykime. E për çfarë teme bëhet fjalë? Do ta shohim pasi të dëshirojmë se ardhi mësafirit ton për sonte, hoxhës e nderuar kryemamit të Këshillit të Bashkësamit PS Enes Goga. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, hoxh Blerim, faleminderit. Kënaqësi që jemi së bashku përsëri. Gjithashtu kënaqësia është edhe jona po ashtu. Lëzot e mat ju shpërblej për angazhimet punët në përgjithësi në këtë muaj sigurisht se në veçanti. Amin, bashkë me ju vetë jeni hoxh dhe ju e kuptoni dhe e përjetoni edhe në energjinë dhe në lëkurën tuaj agjenden, dinamiken dhe aktivitetet e shumta që Zoti i Madhreshëm na ka gëzuar me këtë muaj të bekur të Ramazanit. Përfitoj nga rasti juve, gjithë shiquesve të PIS TV-s, të ju uroj muajin e bekur të Ramazanit duke lutur Allahun fuqiplot që në radhë të parë Allahu të na pastroj zemrat dhe qëllimet tona, të na shtoj zellin e vullnetin, Amin. Për kushtimin dhe devotshmërinë që maksimalisht ta kapitalizojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit duke i përfshi të gjitha adhurimet nga agjerimi, namazi, leximi i Kur'anit, përmendja Allahut, lutjet, koha e bekuar e syfyrit dhe iftarit, sadakaja, zakati, bujaria dhe çdo gjë tjetër dhe në fund në ditën e Fitr Bajramit të dalim faqebardh dhe për plot shpërblime. Edhe një herë, më lejani hoxh Blerim, t'ju falenderoj dhe t'lus Allahun fuqiplot që t'ju fal shëndetin juve dhe gjithë bashkëpunëtorëve tuaj dhe t'ju jep suksese në punët dhe projektet e juaja. Amin, Allah e shpërbleth për këtë dua të mirë, gjithë përfshirëse, përmbledhse, lu Zotën e Madh që ta pranoj e të bëjnë dua me lajket për ty e për familjen tuaj për këtë dua. Amin, bashkë. Hoxhë, kontributi i hoxhallarëve. Po nisë pak këtë trajtim me një kuptim që mendoj se është shumë i rëndësishëm, që ta ndëgjojnë ata cilët janë duke na përcjell. Feja islame si sistemi i jetës, realizimi i saj, praktikimi i saj dhe adhurimi i Zotit me krejt ato cilët na ka obliguar ai, kërkon një lloj mundi, një lloj angazhimi, kërkon një lloj sakrifice. Pra Islami si fe mbështetet ose a është baza ti, vetëm lidhja e ti me Zotin, apo kjo lidhje me Zotin kërkon nga ai që ta dëshmoj dhe në praktikën e tij, në jetën e tij, jo vetëm pastaj në lidhjen me Zotin, por edhe në çështje të tjera, po sakrifica në Islam. Allahu nderoft ju hoxh Blerim e elaborut thelbin e të kuptuarit të drejtë të konceptit të Islamit. Do të thotë Islami nuk është vetëm ai momenti i bekuar kur njeriu e shpërfaq bindjen dhe vullnetin e lirë e rrjedhimisht edhe deklarohet dhe e artikulon shahadetin me zemër, e me vullnet, e me bindje, e me dëshirë, me liri të plot, nuk përfundon lidhja e robit me Zotin duke fillu nga ky hap e deri tek ajo kur e përmbyll dëshminë dhe deklaratën e tij. Pikrisht një prej thelbeve të kuptimit të drejtë të Islamit është ajo sakrifica, ajo përpjekja, ai mundi që ju aluduat. Vetë fakti që ne tash po prej anës teorike dhe të definicioneve për kufizimeve po dalë në anën praktike për me qenë më të kapshëm për dëgjuesit ton. Fjala vije vetë fakti që ne tani në muajin e bekuar të Ramazanit ndalemi dhe abstenojmë prej ushqimeve dhe pijeve mbi 14 orë, 15 orë. Vetë fakti që ne provojmë ta edukojmë përkundër mlefit egon ton, kritojnë sakrificë dhe përpjekje. Vetë fakti fjala vije që ne gjatë 365 ditëve zgjohemi herët pa lindjelli, është një mund, është një përpjekje
që ju e dini shumë bukur, Kurani e quhen mujahade, gjihad, dhe më thonë, gjihad e ka kuptimin kur ti me gatishmëri dhe vendosshmëri e jep mundin dhe përpjekjen, madje duke provu edhe me prek edhe me arrit kulmin, pikën më sublime. Kjo gjihadi, kjo është esenca e gjihadit. Prandaj, për ta jetësu islamin, si kur ju thatë, kërkohet përpjekje, kërkohet sakrificë, edukimi familjes, është sfid, o sakrificë, në veçanti ajo mosha e ndishme kur fëmijët tonë e te kalojnë atë moshë të rrezikshme dhe maturohen mjaftueshëm për me vazhdu tutje ata me sfidat. Në një fjalë, pa sfidën, pa sakrificën dhe përpjekjen dhe angazhimin, nuk mund të jetësohet islami, por edhe nuk mund të shijohet islami. Shumë e bukur kjo. Përveç kuptimit edhe shijimi. Në qoftë se flasim për hoxhallarët, bartësit e krejt këtyre mësimeve të cilat i përmende. Ata të cilët në vazhdimsi po themi furnizohen me këto dije, me këto kuptime dhe pastaj i përcjellen edhe tek masa, tek populli, tek njerëzit. Cili ka qenë roli i hoxhallarëve tek ne? Të frymzuar nga këto mësime që thirrjen e tyre pastaj të mos e kufizojnë vetëm në aspektin shpirtëror, por ta çojnë edhe një hap tutje, edhe ta kenë edhe pjesë të praktikës së jetës së tyre në shërbim të popullit. Edukimi i hoxhallarëve dhe ulemave tonë që ne jemi edhe produkti tyre, jemi nxënësa, të gjithë ne, nga se të gjithë ne minimalisht kemi kalu 4 vite në medresen e Laudin, dhe janë ata hoxhallar, ata profesor të nderuar, ata të cilët kanë shku tek Allahu i mëshiroft, ata të cilët janë gjallë, Allahu i dhuroft shëndet e lumturin jetën e tyre. Ne jemi frymzu pikërisht nga ajo çfarë ju e thatë, nga burimet që ne ushqehemi e motivohemi nga fjala e Allahut të madhërisëm, nga Kurani fisnik, nga sakrifica e madhe që është modeli dhe frymëzuesi ynë, Muhamedi ynë sallallahu alaihi wasallam. Dhe si rjedhoj e krejt këtyre kuptimeve, si rjedhoj e këtij modeli dhe këtij frymëzimi, vinë pastaj në shprehje hoxhallarët dhe ulemaja, efendilerët, imamlarët, të cilët në radhë të parë mundohen që ata në vetveten e tyre, në karakterin dhe në personalitetin e tyre të shpërfaqin durimin, qëndrueshmërinë, stabilitetin, guximin në raste dhe periudhat e caktuara, pse jo heroizmin dhe edhe në fund ndoshta edhe me prek pikën sublime edhe flijimin për Allahun fuqiplot e pastaj edhe për gjëra të tjera që Kurani legjitimon flijimin apo gradën e shahidllokut. Të gjithë hoxhallarët nga ditët e para në karrierën e tyre, jo rallëherë në ligjëratat, në predikimet, në këshillat, në porosit, në trajtesat, në tubimet e tyre, shumë herë flitet për atë kaptinën e cila është shumë e shkurt, por ka përmbajtje dhe dimensione jashtëzakonisht të gjera. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Porositin të tjerët pas besimit të drejt imanit dhe ky iman rezulton me vepra të mira fisnike, ata nuk ndalen, por vazhdojnë të përqojnë, të kumtojnë, të thrasin dhe të porositin të tjerët. Në të vërtetën, e tash ky si proces kërkon sakrificë, kërkon durim, ballafaqim me sfida e sprova, por edhe porositin të tjerët, vetëve të tjerët edhe për durim. Domethënë, hoxhallarët janë ata të cilët në mënyrën më të mirë munden me e shpërfaq qëndresën dhe burërin e tyre përballë sakrificës, duke mos pas edhe fare nevojë të flasin shumë,
por në rrethana, momente, situata, gjendje të caktuara, ata e dëshmojnë veten. Pikërisht tek kjo do të thonë, hoxh, pra është një lloj përshtypje se hoxhallarët më shumë vetëm kanë folë ose më shumë vetëm flasin e më pak veprojnë. Po më intereson si koncept fetar, si qëndron kjo, domethënë lidhshmëria mes fjalëve edhe veprave. E pastaj përdor në aspektin e praktikës edhe të terrenit. Hoxh Blerim, në aspektin fetar, koncepti i cili ka të bëjë me atë çfarë ne e besojmë dhe e kemi bindje, dhe atë çfarë ne e deklarojmë, ajo detyrimisht duhet të jetësohet dhe të përditësohet në përditshmërinë tonë. Në të kundërtën, ju e dini, hoxh Blerim, Kurani famlart, por edhe dhjetra e qindra porosi të ndritura të dashurit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qortojnë dhe kualifikojnë me kualifikime kogja të rënda ata që kanë një shpërputhje dhe një largësi mes asaj çfarë thuhet dhe asaj çfarë veprohet. Është gjë e urrëtur tek Allahu fuqiplot. Prandaj kjo është edhe një sfidë individuale për çdo besimtar, në këtë rast pasi që i kemi në fokus ulemat, hoxhallarët, thirrësit, imamët, atëherë kjo është një sfidë individuale që çdo besimtar i mirëfillt punon dhe bën shumë përpjekje dhe luftë me veten e tij, me egon e tij, që ai tjetë ai i cili në përpikri i jetëson ato të cilat u mëson të tjerëve. Për të mos e zgjat, me erdhin e mendje, një nga musliman të mirë të hershëm nga gjenerata të hershme të selefit, thot kështu, thot une më së paku njëherë në jetën time e kam praktiku spaku edhe vetëm njëherë ato çfarë i kam mësu të tjerët që ta kem dëshmi nesër para Zotit tim se unë nuk kam qenë ai i cili të tjerët i kam thirrë për veprat e mira apo të tjerët i kam mësu që mos të bëjnë vepra të liga e unë nuk kam qenë pranë asaj. Spaku njëherë ta kem hise dhe ta kem dëshmi. Tash kjo tregon domethënë kjo dëshmia e këtij burrit madh tregon se sa seriozisht e ka kuptuar çështjen që ju e diskutuat. Mirë, hoxh, e përmend domethënë çështjen e domosdoshmërisë së praktikës të asaj e cila flitet. Unë e di edhe për asaj që të njohim se në vazhdimsi je një zë i fuqishëm i shpërfaqjes së meritave të hoxhallarëve në të kaluarën. Po themi të asoj pike ndoshta që thash në fillim jo rrallëherë synohet që të goditet edhe të goditemi si komunitet edhe si besimtarë edhe si muslimanë edhe si bashkësi islame madje për kontributin e dhënë. Cili ka qenë roli dhe cila ka qenë mënyra e kontributit të hoxhallarëve, pra e jetësimit të asaj cilën e kanë thonë në praktikën e tyre në shërbim dhe në dobi të popullit, po themi në periudhën e robërisë deri në luftë, sepse pastaj lufta e ka një rëndësi tjetër. Hoxh Blerim, Allahu të nderoft, kjo është një temë që do ta sugjeroja ju kurdo që e shihni në të ardhmen me këdo që ju mendoni që është meritor ta diskutoni, madje jo vetëm në një emision, nga se është një temë jashtëzakonisht edhe e rëndësishme, por edhe jo e dëgjueshme, rrallë herë ka mundësi opinionin me e dëgju, por edhe shumë e gjerë. Nuk dua të tingëlloj se jam tifoz, nga se ne jemi hoxhallar dhe po mbajmë anë. Nuk dua të jem subjektiv, por me të vërtet me objektivizmin më të madhin dhe pastaj juve për ju them, por juve jo drejt për drejt, por gjithë ata që na dëgjojnë dhe kurdo që na dëgjojnë, munden me na mbajt për fjale për dëshminë që dua ta bëj tani. Në diçka ekskluzive? Po nuk po e them që është ekskluzive, por po e them një dëshmi që mund të tingëllon që është shumë e madhe, por unë me modestin time, me voglësin time, jo dhe gjithë të tjerët mund të më mbani për fjale për këtë që po dua ta dëshmoj.
Nuk e teproj nëse them që prej lidhjes së Prizrenit, e lidhjes së PS Besabes, të Haxhizekës, e pastaj gjithë atyre viteve të vështira që populli shqiptar, jo vetëm në Kosovë, por gjitha trevat shqiptare, kanë përjetu coptimin e egër të tokave shqiptare. Pastaj një pjesë shumë e madhe e territoreve dhe tokave tona kanë mbet në përshtete, duke filluar nga Greqia, Bullgaria, Maqedonia, Serbia, Malizi. Na janë grabit dhe jemi coptu padrejtisht dhe deri tek lufta e bekuar e fundit të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, në situata dhe rrethana të caktuara, në momente të caktuara, hoxhallarët kanë qenë aktorët kryesor. Hoxhallarët kanë qenë aktorët kryesor, kanë qenë në krye të çdo lëvizje, të çdo organizimi, po mos t'ishte koha jone limituar. Do të sjellja 10 shembuj. Nëse shkojmë shpejt vetëm Kalimthi, kalojmë ka lidhja e Prizrenit. Muderiz Haxhi Ymer Efendi Prizreni, Haxhi Lutfi Ymer Paqarizi, e shumë muderiza dhe efendiler, Abdullah Efendiu, nëse shkojmë tek lidhja e PS, Mulla Zejnel Abedin Biberaj, pej malsis tropojës i njohur si Haxhizeka i PS, Besabes, e pastaj nëse shkojmë kur bandat qetnike, serboslave, kanë bërë masakra të tmerrshme në fillimin e luftës së dytë botërore dhe pas, në zonat shqiptare dhe bosnjake në Sanxhak, në Sjenic, në Tutin, në Pazar, Haxhi Jahja Efendi Daci, Molla Ilyas Broja dhe shumë efendiler tjerë kanë organizu vullnetar. Haxhi Jahja Daci ka qenë imam në atë botë, në xhamin e Istogut, e ka falë namazin e gjumos dhe në komunikim të afërt me Molla Ilyas Brojen, rahmet past, dhe me shumë efendiler të tjerë, kanë organizu mbi 2000 vullnetar me shku me ju dalë në ndihmë vëllezërve tonë shqiptar, por edhe bosnjak në Sanxhak. E pastaj shumë përpjekje të mëdha, kush kanë qenë ata të cilët edhe në momente të vështira, kur ka qenë edhe koha e Rankovicit, koha e UDB-s, kur populli shqiptar ka përjetu agenda të reja ku janë bë ato agenda që ne të tjetërsohemi, pikërisht kanë qenë hoxhallarët e disa e kanë psu, por qofshin në xhennetet tek Allahu subhanahu wa taala. Haxhizeka i Bërdynajve të Radavcit me Mulla Is Haxhin e Dubovës që kanë qenë të burgosur në Goliotok, Hafiz Jakupi i Prizrenit, i cili po ashtu ka qenë i burgosur në Goliotok, e sa hoxhallar të tjerë, e deri tek protestat që kanë shpërthy në fillimin e viteve të 90-ta, kemi edhe medresant nxënës që si pjesëmarrës në protesta nga medreseja tek xhamia e Llapit janë vrarë nga plumi i ushtrisë apo milicisë serboslave, e deri tek lufta e fundit ku mbi 30 imam janë dëshmorë dhe shahida, qindra imam e hoxhallar, medreseja, gjithandej xhamit kanë qenë të hapura, kanë qenë edhe vatrat e arsimit. Kanë qenë, me kujtohet tani kur imami tani më i ndjer rahmet past i fshatit Broj në fillimin e viteve të 90-ta, krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, ata që janë këtu dhe ata që gjenden tani atje ku nuk e kanë vendin, Allahu baf që dalin faqebardh. Në xhamin e Brojës janë fsheh armë, në shumë xhamia të tjera. Muftiu jon i nderuar me bashkëpunëtor, shumë hoxhallar të tjerë, miq të juj, kolegë të juj, kanë qenë madje edhe ju vetin e kanë pjesëtar dhe veteran, kanë qenë pjesë e luftës së bekuar të ushtrisë shërbimtare. Edhe sot hoxhallarët vazhdojnë të jenë pjesë e gjitha proceseve, gjitha organizimeve që synojnë me mbrojt këtë atdhe, me u kujdes për këtë popull, për këtë shoqëri, për rinin dhe perspektivën e këtij vendi dhe çka do tjetër jo. U gjepone një përbledhje të përgjithshme, nuk kisha qef me të ndërprej dhe sado që kishe me zgjatë me shumë endje kesh të të ndëgju besoj edhe të gjitha ata cilët janë tani para në ekraneve dhe po na përcjellin.
të premtoj se kemi me realizu një takim më të gjatë në këtë të kësaj natyre, pse jo ndonjë konferencë shkencore, pse jo ndonjë punim akademik i cili hedh dritë mbi një diçka e cila nuk është sajes, nuk bëhet për dominim, por thjesht për të nxjerr faktet. E përmendën shumë pak, por po du më ndale pak më gjatë u zëndrum tek çështja e kontributit deri në luftë e pam. Madje ti u ndale pak për shkak të modestisë, besoj edhe nuk deshte shumë më zënu momentin që ua përmenda që keni qenë edhe pjesëtar i ushtrisë shtimtare të Kosovës edhe veteran i saj, por do të ndalem pak mas lufte edhe vazhdimi i këtij kontributi. Pra, cilat kanë qenë ato rrafshet, fushat në cilat hoxhallarët pasi janë dorëzu armët edhe udhëheqjen e shtetit është marrë nga ata të cilët kanë merituar dhe kanë marrë, cili ka qenë roli i hoxhallarëve në vazhdimin e suksesshëm të rrugtimit të këtij populli. Sigurisht se kemi të bëjmë afërsisht me 3 dekada histori, ngjarje, shumë zhvillime që kanë ndodhur, në veçanti në ato 10 vitet e para kur ne kemi qenë të djegur e të shkatruar, kemi qenë ku kemi fillu prej një situate shumë të pafavorshme, kontributi hoxhallarëve, kontributi Bashkisë Islame. Blerim Efendi, besoj se nuk e teproj nëse dua të ndaj me ju një sekuencë shumë interesante. Hoxha Laudin Abazi me Hoxh Kushtrim Kelmendin janë, aq sa ne kemi informata dhe i kemi kogja të verifikuara, janë të parët në nivel republike që menjëherë 4 ditë pasi ka hyrë KFOR-i në Kosovë me një kamion mbi 20 tona ushqim, janë nisë prej Tiranës, 72 orë kanë bë, me një shofer që ne e kishim pagu në Tiranë, në atë botë, me shok, ishte Hoxha Nisrama, zbashku me ne dhe disa kolegë të tjerë, po këta 2 hoxhallar të nderuar, ishin student, e shoqëruan atë shoferin e Shqipërisë dhe a dini ku jemi drejtu? Kemi shku në Përkaz, nga se atje ishim në luftë, dhe kemi shku në lagjen e Kodralive, tek babai tani me indjer i komandantit ton, Ilyas Kodra, dhe njëri prej vllazërve të komandantit tani është e pror i lartë në ushtrin ton, në FSK, dhe ata sapo e kishin ngrit një tend apo një shator ku pritnin musafir të pame për komandantin Ilyas Kodra, dhe në Prekaz i kemi bosh për ndarjen e ndihmave të para. Mbi 20 ton gjëra ushqimore bazike dhe batanije. Do të thonë, nuk po e them këtë me mburje, po vetëm po du me thonë ato me konfirmu çka ju e konstatut se kontributi i hoxhallarëve, s'po e përmendim doktor Bojen me bashkëpunëtor, tani muftiun e nderuar, sa janë për kujdes që familjeve ku nuk kanë pas tre mbi kokë, në ditët e para, javët dhe mujtë e parë, t'ju ofrojnë gjërat bazike për një familje dhe pastaj kjo ka vazhdu dhe jo vetëm në kuptimin e anës materiale. Hoxh Blerim, kontributi i hoxhallarëve krahas këtij dimensioni është shumë i rëndësishëm edhe në dimensione tjera. Ne jemi sot dëshmitar ku rinia dhe 3 ton i ekspozon rreziqeve të shumta. Është Bashkia Islame me gjitha xhamitë e saja, ku nëse ne i referohemi vetëm ditës së gjumon, ku dhjetra mija xhamatli marrin pjesë dhe çdo javë marrin mesazhe, truhet familja, të mos mungon kujdesi ndaj prindërve, të ruhet farefisi, të kujdesemi për atë dhëun, të mos përbuzen bonjakët jetimet, tu ofrohet ndihmë gjithmonë atyre njerëzve skamnor e nevojtar, prandaj e kemi bereqetin në kulmin e aktiviteteve të saja. Pastaj të mos ketë hasmeri e ngatresa gjithandej Republikës hoxhallarët i kemi në mënyrë ditore,
ju betohëm, efendilerët, kolegët tonë në mënyrë ditore janë të kyqur qoftë në divorcet, qoftë në ngatresa, qoftë në hasmeri, qoftë në aksidentet e trafikut që po ndodhin dhe po përfundojnë me fatalitet. Dhe bëje bindur Hoxhberim, edhe ti bashkë me mu nuk e ki idin kolegë tonë brenda 24 orëve çfarë kontributit të madh bilem po përfitoj nga ky emision, po i bëjmë thirrje muftiut tonë që të përkujdeset dhe në të ardhmen jo të largët ta kemi një zyre ku do të mban evidenca ditore ku bashkësitë islame lokale kanë me raportu në kohë reale për kontributin e këtyre aktiviteteve që janë edhe njëre për përsëriti. Këto janë aktivitete ditore, jo për një imami, për qindra imamve që ndodh vetëm brenda një ditës, në gjitha cepat e vatanit tonë. Kogja pun kesh me dalë aty në IT-ve që keshin me majtë këto regjistra. Duke i përditësu. Dhe është interesant, Hoxh, se shumica e këtyre punëve nuk janë, po themi, në protokollin e obligimeve të cilat i ka imami, po themi në aspektin e mund të ikë shumë për këtyre përgjegjësive. Për shembull, dalje takimet, problemet që ata i kanë, nuk janë se ato marrin ndonjë evidencë, po zëm Bashkia Islame ose të si kryimam për to, por është thjesht ndoshta ndërgjegja edhe ajo ndjenja e përgjegjësisë edhe e detyrimit të tyre dhe njëkohësisht në shërbim të komunitetit. Koha po shkon shumë shpejt, kam edhe shumë çështje për të cilat kisha pas qef me e diskutu dhe me i trajtu, por do mund dal të një çështje aktuale, mendoj shumë e rëndësishme. Hoxhallarët kanë ditë të rreshtohen në vazhdimsi në anën e duhur. Madje edhe atëherë kur janë cënu, edhe atëherë kur janë provoku, edhe atëherë kur ndaj tyre ka pas intrige kështu me radhë. Si e vlerëson rolin e hoxhallarëve sot? Hoxhënderum në përballë disa sfidave të kohës dhe disa provokimeve të hapura të cilat kanë dalë edhe në vazhdimsi dalin, a po bëjnë hoxhallarët mirë që po e ruajnë xhamatin dhe stabilitetin dhe nuk po binë prej e këtyre provokimeve? Nëse dëshiron të jemi sinqert me ju me njihni mirë, unë jam i drejt për drejt. Të kjo pjesa e fundit, pse shiqoni, unë tani po japi vetëm mendimin tim. Nuk jam kompetent flas në emër të Bashkisë Islame, siç ju e dini. Dhe maturia dhe pjekuria dhe strategjia dhe vizioni që muftiu me bashkëpunëtor, ata e shiqojnë, e ndërtojnë, e planifikojnë, ai nuk na takon neve. Por kjo e fundit çka ju thatë, apo bëjnë mirë që po e ruajnë xhamatin dhe kujdesen, gjithsesi po bëjnë mirë, por dua të jemi drejt për drejt. Unë nuk personisht, kjo mendimi imi, unë nuk jam i kënaqur me qëndrimet e hoxhallarëve në përgjithësi në situata të caktuara. Për shkak se mendoj se ne ndonjëherë ndihemi inferior kur aludut tek rreshtimi. Unë mendoj se ne do ta ndihmojmë shoqërinë. Mendoj se do ta ndihmojmë shoqërinë kur ne rreshtohemi në momente dhe çështje të caktuara. Nga se shumë herë në rrethana të caktuara mungon zëri i guximit. Dhe nëse dikuj i ka hije prisave fetar. Gjithmonë po flas për çështje që janë interes nacional, interes i përgjithshëm, apo janë interesa që gjithsesi kontribuojnë për me erujt ardhmërinë e familjeve dhe fëmijëve tonë. Prandaj unë kam dëshirë që kolegët dhe hoxhallarët e mi të nderuar të jenë më të zeshëm, më të qartë, gjithmonë ne nuk dua të keq kuptuar, nuk po flasim ne për axhamillëk, as nuk po flasim për kaotizëm, por po flasim për rrështime që ndonjëherë kërkohet të jemi të qartë dhe të dihet, të dëgjohet zëri i hoxhallarëve gjithnjë në koordinim me përfaqësuesit tonë. Për këtë vend, mas kësaj paraqitje të themi një pamje të përgjithshme, për ndryshe e the që ato kërkojnë shumë detale edhe shumë mësime, urtësi edhe njëkohësisht themi të vërteta historike edhe të vërteta shkencore. Sot e shohim megjithatë një rini e cila është më pak e përgjithshme.
në realitetin na tregon këtë. Qoftë ndaj kontributit që është dhënë, ndaj sakrificës së madhe, qoftë për liri, qoftë për ndërtimin e shtetit, qoftë për shkallën ku kam rri feja tek njerëzit. Cili do të ishte mesazhi për rinin dhe për gjeneratat e ardhshme në raport me vlerësimin e krejt kësaj që është bë deri me tani në të gjitha rrafshat. Bre vllau im hoq blerem Allahut nderoft. E ke prek një temë që është shqetësim ma mërmendja i çdo familje. Nuk jemi në rrugën e duhur, po flas me fokus të veçantë te edukimi i gabuar që po ndodh sot me gjenerata të reja. Po flas ata që janë gjenerata X, ata që kanë lind mas vitit 2000, 2010, 2005, ata që kanë lind sot, hoq blerem, ata që do të lindin nesër. Ne shohim se sot një 20 vjeçar apo 20 vjeçare, minus plus, a që janë të pa pregaditum për të ballafaqur me kërkesat e jetës, sa që në rundin e parë, krejt në fillim, dorëzohen dhe mundohen me arsyetu mungesën e ballafaqimit të tyre me sfidat e jetës, duke u fshehur mas ankthit të depresionit. Unë mendoj që kjo është një alarm, jemi duke i edukuar keq të gjithë ne fëmijët tonë. Le ta marrni shembull të Vockës se jemi në fund të emisionit. Ma mërmendja ky realiteti në tërë Kosovën, po flas për qytetin tim, po besoj se kështu në tërë Kosovën. Nëse shkojmë te shkollat fillore, edhe cikli më i ulët, edhe cikli mbi klasën e 5, kemi pa prindrit me vetura. Nuk mundesh mu afru pranë një shkolle, i sjellin fëmijët me vetura, i marrin me vetura. Në rregull, nuk jam duke bë thirrje mos jemi të kujdesshëm, por nuk jemi duke leju që fëmijët tonë ta përjetojnë asnjë lloj sfide. Ju lutem hoq blerem, vetëm para pak dekadave, nuk po flas para 50 viteve, vetëm vitet e 90-ta, po edhe në fillimin e vitit 2000, sa nxënës gjithandej në Kosovë kanë ecë 2 edhe 3 kilometra deri te shkolla. Unë 3 kilometra kam pas shkollën. Po mirë, më lejo ta bëjnë një pyetje. Ma jas rrugës kemi pas. Më lejo ta bëjnë një pyetje se ti më bë pyetje. Po unë besoj që ti me nostalgji shumë të madhe i kujton ato momente kur jeni shkuar në shkollë dhe jeni kthy me shokë dhe me shoqe. Pas një dilemë. Mirë, na jena duke i privu prej disa momenteve të lumturisë fëmijët tonë, dhe prandaj sot kemi një problem serioz. Paramendo, një i ri apo një e re, 18 vjeçar, 20 vjeçar, i thot nanës ku i kam çarapat, i thot nanës ku i kam pantollat. Domethënë, kemi, domethënë, orientimi ynë është i gabuar në formën e edukimit. Zoti mos e dash të ballafaqohemi me ditë të vështira, por ajo sakrifica, ajo përgjithësia që ju e përmendet, ajo gatishmëria që do të jetë i gatshëm dhe i përgatitur në gjitha sferat, nuk po flasëm vetëm kuptimin fizik, sa ajo përgatitja fizike me pak kohë fitohet, po është shumë më rëndësi përgatitja psiqike, është shumë më rëndësi maturia. Prandaj uroj, edhe kjo është një temë, regjistrojeni, edhe kjo është një temë që kërkon elaborim. Vlerësimi ngadal. Po çka kishim kohë, për ndryshe kënaqësia do të ishte të vazhdonim hala më shumë, por shpresojmë që do të kemi takime tjera. Allahu ju rujt, faleminderit. Allah shpërblet, faleminderit shumë. Shikues të dashur, njohja e kontributit të dikujt nuk nënkupton në vlerësimin tënd. Dhe e kundërta. Andaj njohja e kontributit të hoxhallarëve nuk e lën askënd bangu dhe askujt nuk e hen hak. Përkundrazi, është vlerësim, është mirënjohje dhe është falëndrim ndaj çdo kujt që sadopak i ka bërë mirë kësaj shoqërie. Dhe në takimin tjetër, Zoti pa mëshirën rahmetin e tij.